Hello, ja ku jemi në një video të re, u riktheva përsëri, siç u thash fjalën herën e kaluar, sapo të më vinin të gjitha gjërat nga Temu, edhe shikoni pak se sa pako e madhe që ka ardhur. Do i ndaja fillimisht me ju këtu në YouTube. Edhe pse bashkëpunimin e kam për në Instagram. Instagramin po ja u le këtu anash, nëse ju nuk më ndiqni, mund të më bëni follow. Ndërsa për sa i përket vlogut, besoj se videoja tjetër do jetë një vlog. Do mundohem që ta realizoj sa më shpejt, që të mos ju le pa video dhe që të jem sa më aktive këtu në YouTube. Tani unë po filloj me produktet, një nga një, po ja t'rregoj me detaje. Mendoj se e kam tepruar, kam marrë shumë gjëra. Shumë gjëra dhe mezi po pres që t'i ndaj me ju. Produkti parë ishte një nga produktet që unë duhet patjetër ta merrja, sepse ishte në listën e detyruar, sepse nëse ju nuk e dini, në momentin që bashkëpunoni me Temun, keni një listë të lirë, pra ju zgjedhni çfarë të doni dhe një listë të mbyllur që ti duhet të zgjedhësh një nga produktet që ata të sugjerojnë. Dhe midis tyre unë zgjodha këtë këtu. Do të hap për herë të parë këtu me ju, nuk e kam hapur akoma. Në qoftë se nuk e beson, një është më ngjitse. Do ta shikoj si duket nga brenda, sepse nga jashtë është e qartë. Është një makineri e vogël, një mini lavatrice do e quaja unë, që mund të përdoret gjatë udhëtimeve tuaja, ku nuk keni një makinë largëse të mirëfill, dhe është kjo këtu. Është me bateri. Jo, më falë, nuk është me bateri, është me karikim. Kam mjaftueshëm hapësirë për të vendosur për shembull të brendshme ose çorapet për shembull, por unë këtë do ta përdor vetëm për të larë furçat, sepse mundohem shumë në momentin që i laj furçat me dorë, asnjëherë nuk i laj ashtu siç duhet. Kështu që unë këtë do ta përdor ekskluzivisht, o zot me këtë fjalë të mëdha unë, për të larë furçat. Edhe besoj se do jetë super. Po, ku do i vendosën këto, një zote di se unë s'kam vënë fare në shtëpi, po nejse, i mora. Të dytat, edhe që kam bërë pak hile dhe i kam përdorur dje, janë një palë syze. Do thuash të s'kishe syze, normal që kisha, por një palë të tjera nuk bëjnë keq. Kam zgjedhur këtë modelin këtu, në ngjyrë të zezë, në këtë formën e veçantë. Di që nuk është një formë për të gjithë, pra jo të gjithë e preferojnë, po unë mendoj se më përshtatet kështu duken. Edhe kam menduar disa kombinime shumë të bukura me këto syze. Prandaj zgjodha. Tani, para se të vazhdoj, të gjitha këto që po ju t'rregoj në vazhdim janë zgjedhja ime e lirë, pra nuk kam pasur asnjë produkt tjetër të detyruar. Duke qenë se është bashkëpunimi i 4, pra kemi 4 muaj që bashkëpunojmë me Temun, çdo muaj. Këtë herë, si duket, kishin menduar që të më linin pak më të lirë në zgjedhje, të kisha pak më shumë mundësi për të zgjedhur gjëra për veten, dhe më kishin vënë vetëm këtë makinën largëse, siç u thash. Vazhdojmë me produktin e dytë, është një çantë që e kam menduar për në një udhëtim që mund të bëjmë afër, por edhe tani për në verë kjo është shumë e bukur. Është e vogël, domethënë është me pull këtu, është e vogël, me astar nga brenda. Materiali është kamosh edhe ka këto vatat që kanë qenë trend edhe vjet, po edhe këtë vit janë shumë trend edhe mendova disa kombinime me të. Është në ngjyrën kafe, gjë që mua më mungonte një çantë në ngjyrën kafe për të çuditur. Kam zeza, besh, krem e tjera, po kafe si kjo nuk kisha. Tani mami im që është duke parë këtë video do thot po. Nuk kishe ti. Ti e ke plot me çanta aty, pse do të blesh tjetër? Mami, të përshëndes, mos u mërzit, po ti e di që unë vdes për çanta dhe do marrë dhe të tjera. Vazhdojmë në kuadrin veror përsëri. Tani vera është para. Faktikisht i kuqershorin si me të qeshur, po për mua është para. Zgjodha këtë kapelen e kashdës me këto detajet e zeza. Kjo është e vogël. Ja, pra tani se kam kapur dhe flokët, po besoj se krijohet ideja, ose s'po shkoja zë. I shkatrova flokët, i shkatrova. Bravo, Tule. Nëse besoj se idenë e krijua, kam pasur një të tillë dhe nuk e di se ku drejshin e kam humbur.
Mendova që e kisha marrë me vete këtu në Tiranë, këtu nuk e gjeta. Kur shkova në Korçë nuk ishte, tani ose e kam hedhur pa dashje, ose e kam futur në ndonjë valigje, në valigjet e shumta që unë kam këtu dhe diku kam kokën, po fakti është që nuk e gjeta, kështu që mora këtë tjetër. E radhës është një tjetër kapele, është kapele sportive, le të themi, besoj se sportive quhen këto të tilla. Më pëlqeu shumë shkrimi i bardhë këtu, Don't Disturb, është shumë e bukur dhe pse e mora unë këtë tani. Më ka kapur sedra sepse në gjithë dollapin tim nuk kam fare ngjyra. Domethënë, veshje me ngjyra. Anoj tek e bardha, siç jam sot, e zeza, bezha, kafja, gria, këto nuancat neutrale, ngjyrat e tokës. Ngjyra, domethënë fix për verën nuk kam fare. Edhe tani thash, do ndroj gjithë garderobën që të filloj të vishem me ngjyra dhe nuk më pëlqejnë që të vishem me ngjyra, kështu që është e kohë. Po marr thash disa aksesor, si për shembull kjo kapele, që sot për shembull jam me gjitha me të bardha, vendosim këtë, vendosim një shami me të kuqe dhe jemi gati për të dalë, thyet pak outfiti kur i thon. Prandaj e zgjodha këtë kapele. Andaj disa aksesor të tjerë që do t'ja tregoj tani në vazhdim. Tani vazhdojmë, e kam tepruar pak me kapucët këtë herë. Jo se s'kam, po më duhen për kombinime. Të parat janë këtu në ngjyrë të zezë, janë me gisht para, do me thënë shapkat, kapucët dhe gjitha ngjyrat me gisht kanë dalë super trend këtë vit. Kanë këtë takën e vogël, që ishin goxha komode dhe i tregon një këmbën shumë fine. Ky është modeli i parë të zeza. Materiale lëkur shumë të mira. Si ka marrë një numër më të madh se numri im, se gjithmonë kam frikë në sandalet se si është prerja dhe në qoftë se ti i ke të vogla, në sandale duket shumë keq. Vazhdojmë në të njëjtën linjë pak a shumë. Kam zgjedhur këtu që janë përsëri në ngjyrë të kuqe, pak a shumë si ngjyrë vere është kjo, ngjyrë vishnji, do të thënë është pak më errët, pjesa këtu është me çelës, po pjesa këtu që duket është më errët. Edhe këto kanë pak tak, edhe më pëlqyen shumë dhe këto. Edhe këto i pas ka marrë numër 39, pra i ka marrë një numër më të madh. Kështu duket. Ja, për shembull këto, kapelja, veshje e bardhë, një outfit shpejt e shpejt, alternohen. Nuk marrë gjëra që kanë dizajn, pra që kanë lule, figura e kështu, sepse ato më pengojnë që t'i vesh disa herë. Vazhdojmë që kemi këtu. Vazhdojmë me detajet me ngjyra, kam zgjedhur këtë shamin, mos ta hap, besoj se e kuptoni idenë. Është shami që lidhet në mes, që mund të lidhet në kokë, që mund të lidhet si rip, që mund të vihet tek çanta, me detaje të kuqe. Për këtë e kisha fjalën kur thash që kam marrë disa detaje me ngjyra, që të mund t'i alternoj me outfitet. Që në ka qise do të vazhdojmë në serinë e shapkave. Këto janë të sheshtat për përdita. Shapka me gisht të zeza të thjeshta, të buta, ishin goxha elastike dhe komode. Kështu duke. Edhe këto për shpejt e shpejt për shembull më pëlqejnë. Edhe për në plazh më pëlqejnë, nëse ikim një fundjavë praktike janë, por edhe këtu në Tiranë i vesh del shpejt e shpejt, nuk e vret më. Vazhdojmë me këtë radhës, është përsëri një çantë, është çantë verore. Faktikisht unë e prisja më të madhe, është kjo çanta këtu. Është komplet e punuar në këtë ngjyrën kaki, ngjyrën e kashtës. Është e thurur, është e lezetshme, pavarësisht se unë e prisja më të madhe. Po e thyen outfitin. Duket kështu.
ose ditët ku nuk kam punë që nuk më duhet të marr shumë gjëra me vete, marr pak edhe jemi okay. Tu kam një tjetër shamin që e përdora dje, mos të gënjeni, dhe këta e kam përdorur dje, bashkë me syzet. Dhe shamia këtu, shikoni pak se sa bukur që është. Është në këtë ngjyrën beige dhe ka këtë detajin bardhëzi këtu, pra si tegel. Më pëlqeu shumë. Dhe këtë e mora sepse kisha marrë një shami në këtë nuancë, pra në këtë nuancën e beige-s, dhe më humbi që ditën e parë që unë e vendosa. E kam treguar edhe në një story në Instagram. Sa po e kisha vendosur, edhe ato ditë nuk e vendosa as tek vetja, e vendosa tek çanta për një detaj më shumë, dola dhe e humba. Tani këtu, kjo është pak e komplikuar, por prisni, se ja vlen pritja. Atere, besoj se i keni parë kudo këto lloj kapelet kështu, tani ta hapun këto, si mendoni ju? Ta e kanë mbështjellë shumë mirë, më pëlqen shumë që janë të kujdesshëm në paketime, që të mos dëmtojnë produktet, se sado postat i hedhin pakot edhe transportet dhe të gjitha këto. Okej. Kanë vendosur edhe këtë që të mos t'i humbas forma. Kjo është ideja, domethënë. E kapeles, tani ka marrë pak formë se normal është shtypur nga posta, ka këto detaje tu që më pëlqejnë shumë dhe po super e bukur. Mezi po pres që të bëj content me këto. Për më shtel kështu tani shpejt e shpejt. Të njëjtën e mora dhe në ngjyrë të zezë, dhe kjo është material kasht, e plot, ka këtë detajin përsëris, po e hap këtë që të mos humbasim shumë kohë. Vazhdojmë me të radhës. Këto janë shapka të tjera, përsëri me gisht. Janë në ngjyrë të zezë në këtë rast, me këtë dizajnin me kafe. Dhe të njëjtat i kam marrë dhe në ngjyrën pana, i kam lënë aty se i vesha dje dhe prandaj s'po ja tregoj tani. Por besoj se e kuptoni idenë, janë njësoj si këto domethënë, por janë me ngjyrën pana. Tani do thuash ti, pse me gjëra njësoj moj vajz, por e kam këtë. Kur fiksoj me një model që më pëlqen, preferoj ta kem atë model në të gjitha ngjyrat, edhe ta vesh në mënyra të ndryshme, sesa të kem vetëm një ngjyrë të atij modeli edhe pastaj të gjej një model tjetër që nuk më pëlqen, nuk dua të rrezikoj fare. Kështu që i marr pothuajse njësoj. Jo pothuajse njësoj, marr të njëjtin model në disa ngjyra dhe e alternoj. E alternoj në outfite të ndryshme. Pra punë, po tani jeni mësuar ju. Këto syzet janë përsëri për një thyerje të outfitit. Janë në ngjyrën vishnjë këto, me këtë xhamin e veçantë, shkojnë pak tani do t'i vendosum këto. Edhe më thoni ju, s'duken bukur? Tani, mbase do marrë dhe komente, se që ka marrë herë të tjera që janë shumë të mëdha, ku do shkosh me këto, a do dalesh në rrugë me këto, por po, unë dalë, më pëlqejnë, janë stil shumë i veçantë, është një stil që jo të gjithëve ju shkon, jo të gjithë guxojnë që ta vendosin, kështu që unë po. Unë e vendos, më pëlqen shumë, edhe kjo do përdoret në momentin që do dua një thyerje të outfitit. Duken kështu, tani sot më falni për gjendjen të flokëve, të përgjithshme. Jam thjesht pa gjumë, sepse kam fjetur dje nga ora 2:30. Isha duke edituar, edhe pasojat e gjumit janë këto që duken pak si shumë e vrarë sot. Gjithsesi, mendoj se idenë e kuptuat. Po ja tregoj edhe pak më nga afër që ti shikoni pak më mirë, si ndoshta ja tregova vetëm nga larg. Ja pra, kështu duken. Super bukura. Për mua gjithmonë, se
ndoshta i shikoni këto gjëra që nuk ka marrë e thonë çfarë janë këto. Mua më pëlqejnë. Kishin edhe fshirësi në xhamave dhe shumë mirë, super. Vazhdojmë. Kam marrë një bylzyk. Një bylzyk të bukur. Është këto. Edhe ky tani për në verë, shumë e bukur është. Bylzyku. Goxha i rënd. E prisja që t'ishte kështu plastike e lodhur, por i thon, por jo është goxha e mirë. Ishte mua më mbush këtu dhe s'po marrë dot. Vazhdojmë me këtë modelin këtu. Një palë të tjera shapka. Ore, pas kam tepruar shumë me shapka, nuk e di a do dalin ditë e verës për t'i veshur. Këto janë kështu pak a shumë këtë formën e tabisit që kam këpucë të tjera, por ishin shapka me gisht, këto e kanë këtë pjesën e butë, edhe dukeshin shumë cute. Ke di, shkeni pak si duket. Është diçka shumë e veçantë, edhe këtë i kam marrë numër 39. Materiali shumë e mirë, qepjet janë shumë në rregull. Si mbajnë të çmimet, të them të drejtën, çfarë çmime kishin. Se duke qenë se unë e kisha bashkëpunim, kur e kam bashkëpunim nuk e shikoj fare çmimet. Thjesht marr atë që më pëlqen, por nuk besoj se do të qenë shumë të lira. Nuk kam pasur një çmim me fatar. Vazhdojmë me serinë e shamive. Kjo shamia këtu më pëlqeu shumë, sepse vihet në dy mënyra. Mund ta përdorësh tanën me lule, ose mund të përdorësh tanën me vija, edhe duket sikur ke dy shami, po në fakt është një bardhëzi. Shumicën e rrobave, siç e thash, e kam neutrale, kështu që bardhëzi përshtatet. Të vendosh që të gjitha këtu që po ja tregoj tani, unë duhet i bëj video për në Instagram. Këtu kam një çantë, tani mora syze, mora shapka, mos të marrë një detaj çante në ngjyrë të kuqe. Kapelen e morëm, më them, pak a shumë kam marrë çdo gjë në ngjyrë të kuqe. Edhe shami me ngjyrë të kuqe, edhe shapka me tak, edhe kapele, edhe syze, edhe një çantë vogël verore. Edhe kjo është si punë traste, kështu. Mendoj se është okay. Edhe këtë jo ditët që kam shumë punë, edhe ditët që marrë një gjëra me vete, ditët që marrë pak gjëra është okay, mban ajo. Edhe diçka tjetër e kuqe, dale tani. Se pas kanë mbyllur, nuk i kam hapur shumicën, i kam lënë që t'japja këtu me ju. Ja, kjo këtu është një tip, kjo lidhet ose në bel, se është goxha i gjatë, pra vjet sa për një detaj, për shembull sot që kemi këtë veshjen e bardhë, ose vjet në kokë. Edhe në kokë besoj se duket bukur. Edhe këta e prisja t'ishte pak më e madhe nga fotoja që pash aty, po gjithsesi s'është keq. Kjo është thjeshta për një shtim ngjyre, si të gjitha këto tjera që kam marrë këtu. Vazhdojmë me serinë e këpucëve, nuk e di se sa shumë këpucë ka marrë, nuk i kisha numëruar, po as tani nuk i numërova faktikisht. Këto janë si ngjyra vishnje, por janë në ngjyrën kafe. Kanë këtë takën kështu, shumë të bukura, edhe komode ishin, edhe është kjo kafja e pjekur, që më pëlqen shumë tani në verë. Sidomos që kur nxihesh, edhe duket trupi super bukur. Mund ta veshësh edhe me jeans e këtë. Se kur do t'i bëj të gjitha këto unë, një zot e di, po dëshira e mirë ekziston gjithmonë. Puna është që nuk kam kohë. Ishte për mua, dita ideale për mua do ishte të zgjohesha në mëngjes, të mos kisha asgjë për të bërë. Thjesht të mendoja kombinim rrobash, të dilja, të kisha dikë që të më bënte foto video pafund. Të shijoja një kafe, të haja një drek, të vija në shtëpi, mos kisha punë shtëpie, edhe ditën tjetër sa përsërisja prap këtë. Po, kjo nuk është e mundur, kështu që atëherë, kjo është për në kokë. Tani unë këtë doja në ngjyrë të zezë, edhe fillimisht e zgjodha në ngjyrë të zezë,
por pastaj më lajmëroi vajza me të cilën bëj bashkëpunimin, me Temun, që ka vetëm në roz. Dhe nuk të dërgojmë dot në të zezta. Dhe I thash, ok, ma nis me roz. Kështu që kjo është gjëja e parë zyrtare roz në shtëpinë time. Nuk kam asgjë tjetër roz përveç kësaj. Më thoni ju tani. Unë me roz, nuk e di. S'kam as edhe një aksesor tjetër roz, as një të llojit çante, asgjë nuk kam. Por, tre kemi. Tani bie që të filloj të marrë edhe shapka, shami syze roz, që ta kombinojmë dhe këtë. Këtë nuk e mërë ç'a është. Dhe të shojmë tani. Hapet kjo, okej. E hapa mbylla. Është kjo këtu, që nga kjo dantela, po. Edhe kjo është dhe për në kokë, edhe për në belë, si një vajzë punëtore që jemi. Gjyqja ime në qoftë se shikon këtë, do thotë kjo është për të gatuar. Ta vesh kur gatuan. E bukur që nga. Më pëlqen. Plot me aksesor këtë herë. Plot me aksesor. Edhe do vazhdoj të marr akoma më shumë, se kam kuptuar që nuk ka nevojë të blesh shumë rroba, më thon të blesh pak rroba dhe të ndryshosh aksesorët. Tani kemi këto gjëra pak më të vogla. Okej, këtu kam një valse. Ju thash që kam marrë pak aksesoro. Kjo valse është kështu në ngjyrën gold. Edhe e mendova tani se kam dasmën e shoqes të ngushtë në Korik, shoqes të fëmiris më saktë. Ajo jeton në Amerikë, po do vi në Korik dhe do bi dasme, edhe normal që më ka ftuar. Kështu që ndoshta do më duhet do një aksesor për dasme, nuk e di. Shojmë tani. Kjo këtu është në ngjyrën silver, duke qenë se s'kam asgjë në ngjyrën silver, kam vetëm një palvëth edhe se jo. Këtë mund ta vendosim dhe diku tjetër, do ta mendoj kreativitetin im. Po që është detaj që ja vlen, na I ku dielli fare. Kjo tjetra është po ashtu si e kuqe, po është në ngjyrë të zezë kjo. Dhe kjo për të lidhur në kokë, në bele, tjera. S'është keq. Mbush këtë plot. Tani, kush jam unë pa kapse flokësh? Unë në verë nuk I mbaj dhe flokën dëshuar, I mbaj shumë rrallë, ose do t'i kap gjysëm, ose do t'i kap kështu si që kam kapë kësot, ose do t'ja fus gërshet, edhe mendova që të marrë 2 kapse që janë goxha verore, se një do t'i hapë këtu për e të parë me ju, se si kam hapën të parë. Atëre para është kjo këtu, që nga e paketuar e mbyllur, ok, s'ka problem se duket, që mos t'i hapë të gjitha këtu tani. Është e bardhë me pika, dhe e dyta është e madhe, shumë e madhe, është në ngjyrën roz kjo. Ok, ja gjetëm diçka roz, ta kombinojmë me atë të kokës. Po, të dyja nuk I vem dot, do vem atë, do vem këtë. Oh, më lova. Tani se di çka ka ngelur këtu. Pas ka ngelur e disa gjëra të fundit. Okej. 2 gjërat e fundit më në fund, sa shkoj 24 minuta. Imagjinoni sa gjëra kam marrë që I kam rënë shkurt e shkurt këtu, për t'ja treguar. Atëherë, edhe kjo është një varse, që vendoset kështu, kalohet kjo këtu, edhe del diçka e tillë, domethënë. E vendos të në qelë dhe kjo varet këtu. Nuk e di se ku do ta vendos. Shpresojmë të bëjmë një fal pushime të mira, po për momentin nuk kam asnjë plan. Dhe kjo këtu që I dashurim kur e pa, tha po kjo është për në plazh, ja në fakt kjo nuk është për në plazh, kjo është e preferuara ime, është një shami me vata që lidhet në këtë formë në mes. Edhe del diçka e tillë.
Dhe e kam parë kudo në Instagram, në të gjitha influencerët e huaja që unë ndjek dhe që më pëlqejnë shumë se si vishen, që këtë lloj e vendosin në pantallona ose në funde dhe duket shumë bukur. Normal që bën dhe për në plazhe, po unë do ta përdor në këtë formë, më shumë në qytet. U lova. Por ky ishte temu haul për sot. Ishte një haul gjigant, kisha marrë shumë gjëra, si këtë herë nuk kam marrë asnjëherë, ndoshta edhe pse isha me zgjedhje të lirë dhe nuk e vrava shumë mendje. Gjithsesi, ju mos harroni të më bëni një subscribe, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. U përpoqja që t'i shpjegoj edhe në mënyrë pak funny të gjitha gjërat që kisha marrë. Dhe po, është momenti që ta mbyll këtë video. Jam duke punuar me një vlog, siç ju thash, shpresoj që ta realizoj dhe javën tjetër të jetë gati. Edhe deri atëherë ne do shihemi. Ju puth, shumë faleminderit që më ndoqët.